Përshëndetje, sot ndodhemi në lagjen Isa Boletini në qytetin e Vlorës. Banorët e pallatit ankohen se prej 10 ditësh në pallatin e tyre mungon furnizimi me ujë të pishëm si pasojë e një defekti në tubacionin në hyrjen kryesore të tij. Pavarësisht se janë drejtuar disa herë ujësillës kanalizimeve Vlorë, ato nuk kanë arritur të gjejnë një zgjidhje për problemin e tyre. Ndodhur në këto kushte, banorët ju drejtuan platformës së bashkëqeverisjes. Çështja u mor në trajtim menjëherë duke dërguar grupin e punës, të cilët kryen verifikimet përkatëse dhe rregullimin e defektit. Ftojmë çdo qytetar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të drejtojë ankesën ose kërkesën e tij në platformën Me Ty për Shqipërinë që duam.